Zoti kur i thon Kur'an, me laçeve, engjëve të tij, do të krijojmë një me këmbës. وإذ قلنا للملائكة إني وإذ قلنا للملائكة إني وإذ قلنا للملائكة إني وإذ قال ربك للملائكة إني Do të thonë, s'kam nevojë për gjuhën arabe, s'kam nevojë për gjuhën arabe. Hoxha më i dapti, i cili ty bën me lexu Kur'an mirë. Me ngu të lexu Kur'an, shumë herë xhamatë thënë poshtë në zot. E kem namazin kabull, mas filan hoxha. وإذ قلنا للملائكة إني وإذ قلنا للملائكة إني Sepse Kur'an me lexu nuk din, nuk e ka dysh. Me qëllim i kum bë këto rrithsat që ju me përfitu diçka. T'jeni të sigurt, jo unë personalisht përfitoj, po ta shihni se jam i bindur 100%, jo që nuk e njeh Kur'anin. Kjo është i regrutuar me punu kundër shtetit Kosovës, se kjo s'ka lidhje me Kur'an, që nuk i di ajetet e Kur'anit. Mirë po i thashti Tim Shkupit nuk di gjuhën arabe. A munu djelma e mu bo a. Cilën gjuhë po fleto ti? Gjuhën e Kur'anit. Por me gjitha të gjamiat i plot. Falesh mbor, falesh shi, falesh në lëq, gjamiat plot. Por, ju që dini që unë jam në rrugën e vërtet, pse nuk dini ta pranoni të vërtetën e Kur'anit, jo të vërtetën e Tim Shkupit, të vërtetën e Kur'anit. Pse ki nuk e njeh Kur'anin? Pse nuk dini me pranu? Kush jeni ju që jeni bon hisetar në pronën e Zotit? Ju nuk dini me tregu Kur'anin që thirreni, i moshni barkat me buk, në emën të Kur'anit, me kallëzu të vërtetën, jo më ndihmu mu, s'kam nevojë për ndihmën e juve. Se ky tip dhe tipa tjerë si ki që bon magjistra, doktora, këtë janë agent shërbimeve ruso, serbo, turke me dëmtu shtetin e Kosovës.